Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Ermal Sikën, gazetar dhe moderator i TV Vlora 6+1. Të përshëndes dhe të falenderoj shumë që je në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për këtë komunikim, për të raportuar mbi zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë e Vlorës, mbi këto zgjedhje që në fakt janë të veçanta edhe për qytetin tonë, të cilat nuk i kemi hasur më parë dhe normal dhe pjesëmarrja është e ulët, ashtu sikur do të flasim dhe gjatë kësaj lidhje. Dhe si ka qenë pjesëmarrja deri në këtë moment, si ka ecur procesi deri në orën 11:25 që ne jemi duke folur së bashku, pra ka patur problematika, ka patur mungesa, ka patur vonesë në KZ përkatëse në ato qendra votimi ku qytetarët i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e tyre që do t'i përfaqësojnë në vitet e ardhshme. Jemi në qytetin e Vlorës me 3 kandidatë, ashtu sikur se e thash. Pra si ka ecur procesi deri tanishëm? Po, sikur e thatë dhe ju, sot qytetarët e Vlorës votojnë mes 3 kandidatëve për kryetar bashkie, kryetar i cili do të ketë një mandat 1 vit e gjysmë, thuajse mes Brunilda Mersinit, Dionis Sotës dhe Gjergji Nikës. Votohet në Vlorë në 231 qendra votimi. Qendrat e votimit janë hapur qysh prej orës 7 të mëngjesit për të vijuar deri në orën 18. Pra ndryshe nga zgjedhjet e kaluara dhe për shkak se jemi në spinën e reshjeve dhe të dimrit, do të kemi pra një kufizim të orarit të votimit. Megjithatë kemi një pjesëmarrje të ulët deri në këto momente. Sipas të dhënave që kam grumbulluar, deri në orën 11 në të gjitha këto qendra votimi kanë votuar 4300 qytetar, ndërsa vlen të theksohet se në listën e zgjedhësve me të drejtë vote janë 173.624, përfshi këtu edhe zgjedhësit nga diaspora. Bashkia më e madhe në këto 5 bashki që mbajnë zgjedhje ditën e sotme me një numër të lartë të qytetarëve. Patjetër. Sapo ka përfunduar edhe procesi i votimit nga ana e kandidatëve, Brunilda Mersini, e cila përfaqëson subjektin politik Partisë Socialiste, një figurë e njohur pra në qytet edhe për kontributet që ka patur në këtë parti, por edhe për drejtimin e Spitalit Rajonal të Vlorës, ashtu sikundër fitoi edhe mandatin e deputetes në listat e hapura dhe më pas është detyruar të jap dorëheqjen për shkak të kandidimit. Zonja Mersini shoqërohej nga bashorti dhe 2 vajzat e saj, ndërsa e cilësoi pjesëmarrjen në votime kur u pyet nga gazetarët si një pjesëmarrje normale dhe ajo ishte optimiste për orët në vijim. Ndërsa Dionis Sota, kandidati i pavarur, i cili mbështetet nga Partia Demokratike dhe e djathta, votoi gjithashtu në të njëjtën orë me kandidaten Brunilda Mersini, edhe ai bëri thirrje për pjesëmarrje, ndërsa në rreth orës 11 ka votuar kandidati i pavarur Gjergji Nika. Zoti Nika tha se dita e sotme është një referendum për qytetarët dhe sipas tij ky proces votimi do të sjellë ndryshimin e madh. Vlen të theksohet se Bashkia e Vlorës prej 28 vitesh drejtohet nga socialistët dhe do të vendoset sot në këto zgjedhje të pjesshme nëse do të kemi një vazhdimsi edhe në këtë 1 vit e gjysmë deri në zgjedhjet e rregullta, pasi siç ju e dini dhe sikundër opinioni publik e di, këto zgjedhje ishin të paparashikueshme dhe erdhën pas dorëheqjes së kryebashkiakut Ermal Dredha. Nuk e di nëse doni që t'ju jap edhe një raportim për zgjedhjet e 14 maj 2023? Nëse do bënim një krahasim, nëse do bënim një krahasim. Po, atëherë Ermal Dredha, pra në zgjedhjet e kaluara, ka arritur të marrë 70.55% të votave, Hysni Shara 29.45% të votave. Ndërsa nuk dihet se si do të jetë pjesëmarrja në vijim, duke qenë se kemi në këto momente pra një pjesëmarrje të ulët, nisur dhe nga fakti që unë e thash, jemi në dita e sotme ka nisur me shi në qytetin e Vlorës, por megjithatë për momentin ka
ka pushuar shiu dhe kur u pyet dhe jo vetëm në zonja qytetin e Mersini, Vlorës, pasi gjithë territori i Shqipërisë me sa duket është përfshirë nga rreshje të shiut, por në fakt do doja të kur u ndalesha. pyet zonja Mersini për shiun, nga gazetarët tha që është bereqet për Vlorën. Kështu që të shpresojmë të jetë kështu për të patur një numër më të rritur të pjesëmarrjes në votime. Por dihet, domethënë, edhe kjo pjesëmarrje ulët për shkak si kundërtar se gjithmonë zgjedhjet janë zhvilluar në maj, në një kohë me mo të mirë, dhe normalisht që sot është e pritshme një pjesëmarrje e ulët, por duhet parë çfarë do të ndodhë në orët në vijim. Dhe ndërsa në stinën e verës, apo pranverës, kur janë zhvilluar zgjedhjet, pjesëmarrja ka shkuar nga ora 8 deri në orën 11, ku ka patur një pjesëmarrje më të lartë në Vlorë, dhe nga ora 18 deri në orën 19. Nuk dihet se si do të jetë kësaj radhe, por gjasat janë që të kemi një pjesëmarrje të ulët krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. E qartë, në fakt i kanë nxjerrë edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por dua ta them vetëm pasi ta mbyllim këtë lidhje të drejtë për drejtë që edhe ty mos të mbaj shumë për arsye se ke edhe angazhime të tjera. Si ka qenë kjo fushat, pra ka qenë një fushat e qetë, ka qenë një fushat e fortë mes kandidatëve, apo çfarë ka ndodhur pra në qytetin e Vlorës mes kandidatëve? Ka qenë një fushat shumë e qetë, një fushat që dhe kandidatët janë treguar shumë të kujdesshëm në deklaratat dhe komentet e tyre, por vlen të theksohet se ishte një fushat ku më shumë mediatikisht apo më shumë takimet publike janë bërë nga kandidatja Brunilda Mersini. Pra kandidatja e Partisë Socialiste ka patur një angazhim më të madh publik sa i përket takimeve, madje ajo e ka nisur fushatën edhe më herët, qysh 3 javë përpara zgjedhjeve, duke zhvilluar takime me qytetarët dhe grupet e ndryshme të interesit. Ndërsa 2 kandidatët e tjerë, Dionis Sota dhe Gjergji Nika, kanë preferuar që të bëjnë një fushat modeste në syt e publikut, por sikundër ata më kanë thënë edhe kur unë kanë kontaktuar me ta, takimet sipas tyre kanë qenë optimiste, pavarësisht se nuk janë bërë mediatike, por kanë qenë në një rreth të ngushtë qytetarësh. Ndërkohë, teksa jemi në këtë komunikim, unë po hidhja edhe një sy tabelës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe duhet thënë në fakt zoti Sika se Bashkia e Vlorës ka numrin të paktën deri në këtë moment, ka numrin më të ulët të votuesve me 5%. 5%, po. Dhe pritshmëria kështu do të jetë. Pra ky trend kështu do të jetë, nuk mendojmë që të kemi një trend në rritje në vijim. Ja, unë po ju them pak tani edhe disa shifra të zgjedhjeve të 11 majit, ku vetëm shkurtimisht që mos t'i ham kohë hapësirës publicitare, po. 31.82% ka qenë në 11 maj pjesëmarrja në Vlorë. Nëse do të shkojnë ndoshta tek 20% apo diçka më shumë, do të ishte, mund të themi, një arritje për ta cilësuar këtë proces që ndoshta nuk është vlerësuar si duhet nga qytetarët për shkak se edhe janë zgjedhje të pjeshme dhe Vlora asnjëherë nuk i ka ndeshur këto, por edhe për shkak të kushteve atmosferike që në fakt në këto momente duket se do të përkeqësohen në vijim që mund të ndikojnë edhe në uljen e numrit të votuesve në vijim në orët në vazhdim. Shumë e qartë, unë të falenderoj shumë. Ka dhe diçka që qytetarët janë të paqartë se kur mbyllen qendrat e votimit sot, nuk ka një njoftim zyrtar të paktën në sytë e tyre apo nga opinioni i tyre nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qendrat janë të hapura deri në orën 18. Pra ata mendojnë se janë deri në orën 18 mendojnë, por unë mendoj se mund të ketë një shtyrje të orarit, ndoshta deri në orën 19, pasi do të detyrohen edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëse do të ketë qytetarë cilët do të jenë ende në qendrat e votimit, apo dhe nëse pjesëmarrja do të jetë e ulët.